Ndryshime befasuese i ndodhin trupit nëse hani dardha çdo ditë. Dardhat nuk janë ndër frutat më të preferuara, por ndoshta është koha t'u kushtojmë më shumë vëmendje, sidomos tani që është sezoni i tyre. Ato kanë një shije të butë dhe të ëmbël dhe mund të përdoren në shumë mënyra, të pjekura me pak mjaltë e kanellë, në sallata, në tërshër, në smoothie apo edhe mbi pica me djathë dhe prosciutto. Dietologët thonë se dardhat janë shumë të dobishme për trupin tonë. Ja disa nga përfitimet kryesore që sjell konsumimi i tyre, ndihmojnë në rënien në peshë. Dardhat kanë shumë fibra që ju mbajnë të ngopur për më gjallë. Kjo do të thotë që mund të hani më pak gjatë ditës, pa u ndjerë të uritur. Plus, fibrat nuk kanë shumë kalori. Luftojnë kapsllokun. Dardhat ndihmojnë tretjen dhe e bëjnë më të lehtë jashtëqitjen. Kanë fibra të ndryshme që ndihmojnë zorët të punojnë më mirë. Mos hiqni lëkurën kur i hani, edhe ajo ka shumë fibra. Ulin kolesterolin dhe tensionin e gjakut. Fibrat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, ndërsa kaliumi që përmbajnë dardhat ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe mbron zemrën. Forcojnë imunitetin. Dardhat përmbajnë vitaminë C dhe antioksidant që ndihmojnë trupin të luftojë viruset dhe sëmundjet. Varietete të ndryshme me ngjyra të ndryshme kanë përfitime të ndryshme. Ndaj provoni lloje të ndryshme. Mbrojnë nga sëmundjet kronike. Konsumimi i rregullt i dardhave mund të ulë rrezikun për sëmundje si diabeti, sëmundjet e zemrës, madje edhe Alzheimeri. Kjo fal fibrave dhe antioksidantëve që përmirësojnë shëndetin e zorëve dhe trurit. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.